Si ndryshon interieri i një apartamenti ose një shtëpie që është në qytet me një apartament ose vile ose shtëpi private sido që të jetë në Bregdet? Te Bregdeti, përveç se mund të përdorësh mobilet pak më të lehta, të jenë të freskëta, nuk po flas në sens ngjyra, po sepse unë kam bërë dhe shtëpi me tone të errta, po themi, në Bregdet. Për Tiranën quhet shtëpi e dytë. Nëse ti ke një shtëpi në Dërmi, quhet shtëpia e plazhit. E vërtet është. Për shembull, është kjo ndarja shumë e madhe për që është pak mit. Për shtëpiat e plazhit duhet me përdor pllakën SSB. E se është kjo momenti jo rëra, jo uji, jo. Ndërkohë që sot parketi laminat, qoftë edhe parketi drurit, ka kaluar në nivele teknologjie shumë të larta që hidroskopia është një ndër gjërat më minimale që ka problematikat kundra ujit. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.